Sot jam në Koplik sepse më ka dalë kudo në rrjetet sociale Ymeri Bakery dhe Pastry dhe me që jemi rrugës për në Theth, erdhëm për ta provuar. Ymeri Bakery dhe Pastry ndodhet në pedonalen e Koplikut dhe kjo është pika e tretë që ata kanë hapur. Direkt sa pash byrekët e porosita një me kos dhe një me gjizë sepse e di që këtu petat bëhen me dorë. Edhe një lëng portokalli të freskët për t'i shoqëruar dhe normalisht nuk mund të rija pa ëmbëlsirë me kaq shumë opsione sa ka tek Ymeri. Brioshit me çokoladë ndihej gjalpi, ishte shumë i mirë dhe më kishte marrë shumë malli për zupën tradicionale sepse kisha kopa ngrënë. Gjithçka ishte e freskët, e përgatitur me shumë kujdes dhe sigurisht që morëm dhe gjëra me vete me që kishim rrugë të gjatë për në Theth, një krep me Nutella, banane, lule shtrydhe dhe sigurisht sanduiça për me vete që janë shumë praktik për t'i ngrënë kur udhton. Përveç të gjithave dhe stafi ishte fantastik. Hëngrëm mëngjesin këtu, morëm dhe ushqime për me vete dhe të gjitha kushtuan vetëm 11.000 lekë. Ndalesa ime e preferuar para Thethit apo malit të zi. Ciao!